Beras Kuka, kandidat I Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Zgjedhjet këto shumë interesante për të parë se si do jetë krahasuar me 9 shkurte. Kalojmë një kryeministri, është kryeministri Rama duke folur në ceremoninë e ndarjes së medaljeve për nxënësit e dalluar. I keni gjithë justifikimet, po t'i kërkoni justifikimet për të mos dalë me rezultate të mira. I keni justifikimet madje edhe për të mos shkuar në shkollë fare. Por dallimi I madh që bëni ju është pikërisht ky, që nuk shkoni në kërkim të justifikimeve, por shkoni në kërkim të suksesit. Dhe për këtë arsye juve jeni shembull frymëzues edhe për mua personalisht dhe unë ju falenderoj me mirënjohje për këtë. Më thanë që këtu ka një djalë që vjen nga Pogradeci dhe është vllai binjak I një djali tjetër që nuk e merr medaljen e artë njësoj si ky I pari sepse ka marrë vetëm një 9. Është një 9 që faktikisht bën që në atë shtëpi ku janë 2 vëllezër binjak ekselent, sot të shkoj vetëm një medalje. Nuk dua t'i them djalit që do marrë medaljen asgjë, po dua t'i them atij që nuk do ta marrë medaljen, që ajo 9-ta nuk e bën as pak që të ndjehet I dyti mas të vllajt. Dhe unë qofsha I gabuar, po unë kam bindjen që ajo 9-ta do ta ndihmoj që në pjesën tjetër të rrugës ta kaloj vllajin. Që unë dua të ftoj këtë një që do marrë medaljen, të vi këtu, ku është? Ja, ku është? Po vllajin ku e ke? E len shtëpia, hajde. Urdhëro. Kjo është medalja jote. Kjo është edhe certifikata që provon që medalja është origjinale dhe nuk është falso. Merë edhe këtë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Marin Kyçyku, vin nga qyteti Pogradecit. Besoj se të gjithë e dim që jemi një fryt I një periudhe 3 vjeçare tepër të shkurtër të zhvillimit ton dhe shumë arsye dhe faktorë kanë ndikuar në këtë zhvillim dhe unë do doja të përmendja disa prej tyre dhe besoj se ato rezonojnë dhe me ju. Një arsye kryesore kanë qenë mbështetësit e mi të cilët dua të falenderoj, mësuesit, nxënësit, shkollën, dua të falenderoj familjarët, prindrit dhe sidomos vëllain tim binjak I cili ka qenë gjithnjë aty për mua. Më shumë se një dekad, ai ka qenë një shok banke, një bashkëmoshatar shkolle, ai ka qenë dhe një vëlla shumë I mirë dhe në fund të një dite të mirë apo të keqe, unë e dija se në fund të fundit nuk isha vetëm dhe kisha atë që më suportonte. Prandaj të falenderoj shumë dhe dua të them se ndonse mund të mos kesh marrë të njëjtën arritje me mua, unë e di se pasioni është gjëja më e rëndësishme në këtë botë dhe dua që t'i uroj dhe motrës time që bëhet maturante këtë vit të kuptoj se pasioni do ta çoj përpara dhe se në këtë botë çdo gjë që ne do të ndërtojmë do të bëhet më e bukur nëse e bëjmë me zemër. Dhe e di që vëllai im do të dalë shumë mirë për shkak se ai e ka këtë pasion. Faleminderit.
do përpiqem që të gjej një zgjidhje edhe për vllajin. Nuk I japim dot një medalje se nuk na takon, por do ta gjejmë një zgjidhje që edhe ai të mos mjaftohet vetëm me fjalët e tua, po ta ketë një shenjë për ta lënë në shtëpi për prindrit edhe për ata që do vinë nesër. Ju tani jeni akoma në një fazë që nuk e mendoni që nesër do keni fëmijë dhe do keni histori për t'i treguar fëmijëve, po s'ka problem se këtë e mendoj unë, kështu që do ta gjejmë zgjidhje. Ndërkohë dua të thras këtu një djalë tjetër I cili është histori vetë edhe ky, nga shkolla Sami Frashëri, që ky nuk e njeh nëntën fare. Jo në fund, po as gjatë. Ky nuk është mirë. Ky është shumë mirë. Kështu që dua ta thras Gentianin nga shkolla Sami Frashëri. Medaljen do ta japim në fillim certifikatën mbasi të klasës që të kuptojmë se a duhet ta japim apo jo. Hajde. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë quhem Gentian Berisha dhe sot me një privilegj dhe një nder të veçantë kam kënaqësinë. Patjetër. Kam kënaqësinë të ndodhem përpara jush për të përfaqësuar jo vetëm një maturant të rezultateve ekselente, por që duke u finalizuar si maturanti vetëm në rang republike për këtë vit shkollor akademik me një mesatar VKM për 10.0, një shifër që sa I afrohet idealizmi platonik aq dhe utopisë së Kampanelës, por që në fund të ditës është një simbol I një pune të palodhur dhe një përkushtimi 12 vjeçar tashmë, I cili finalizohet me këtë sukses të cilën është mënyra më e bukur për ta ndarë me të gjithë ju. Është ashtu një kënaqësi e veçantë të shohim se si mundi I secilit prej nesh në këtë ditë të veçantë të shënjuar finalizohet në një formë të tillë dhe I të gjithë atyre studentëve dhe nxënësve që janë të përkushtuar në rrugën e dijes mbetet të mbështetur, gjithashtu dhe të suportuar nga familjarët e tyre dhe nga shkollat dhe gjimnaset përkatëse të cilët kanë kontribuar në këtë rrugëtim arsimor të tyre. Së fundmi, më mbeti për të thënë se me të vërtet, dia gjithnjë nuk mbetet pa u shpërblyer dhe se duke falenderuar familjen time dhe gjimnasin Sami Frashëri për çdo kontribut dhe mbështetje që kanë dhënë, ju uroj suksese të mëtejshme të gjithë dhe ju faleminderit. E do këta, po së të intereson. Po edhe atë certifikatën? Do jap unë. Do jap në pastaj, pse? Është në grumbull s'ta kemi gjetë akoma, se nuk e dinin që do të dilte emri nga unë. Do ikës tash? E po dhe kjo pike zezë as një nëndë gjithë jetën, por nuk... Njeriu e merr një nëndë edhe për shije, po për ta provuar si ndjehesh. Ha? S'ka rastisur ta ndjesh, apo mirë. Ndërkohë është edhe një vajzë që vjen nga Shkodra, nga gjimnazi legjendar 28 nëntori I Shkodrës, të cilës ja ka prishur vjedhën absolute një 9.93, që është më afër 10-s, më larg 9-s, po që prapë s'është 10 tamam. Kështu që unë do doja ta ftoja këtu Klaudia Shlakun për t'ia dhënë medaljen. Faleminderit zoti kryeministër, faleminderit zonja ministre edhe për fjalën e bukur. Jam shumë emocionuar dhe do ta bëj pak impromptu, do ta improvizoj pak edhe fjalimin. Në fakt, kjo medalje vjen edhe me një shpur atributesh,
sepse ekscelenca e tillë vjen edhe me famën, me prestigjin, edhe me shumë elemente tjera që ndoshta nuk janë edhe fort pozitive, po ta shohësh ekscelencën si nocion, për mua ekscelenca është besnikëri, është besnikëri ndaj vetvetes, është besnikëri ndaj atij integriteti personal, ndaj rendit të brendshëm që ka zemra secilit prej nesh, por në njëjtën kohë është edhe një koherencë me qëllimet tona. Kjo medalje për mua është një ndërmjetëse, ndërmjet personit që unë jam sot dhe personit që duhet jem në të ardhmen, dhe motivohem shumë kur shoh që nuk jam e vetme në këtë aspirat time. Është një proces i mundimshëm, i dhimbshëm që më parë se të shquaj, të izolon, sepse nuk është e vështirë në realitetin tonë që ti qëndrosh afër të vërtetës tënde, por ashtu si Sizifi që e ngrinte atë shkëmbin e tij për ditë, dhe rrëzohej për ditë, ashtu do të bëjmë edhe ne në ato përpjekje tona të vogla, por me zemër të madhe, dhe në fund Kamil thot diçka të jashtëzakonshme, që për origjinalin do ja besoj dy frëngjisht folësve shumë të mirë këtu. Ai thoshte që ne duhet ta imagjinojmë Sizifin e lumtur dhe më besoni që jam shumë e lumtur, ju falenderoj. Bravo. Sizifi nuk e kapte dot medaljen se i binte poshtë guri edhe nuk e arrinte dot rezultatin përfundimtar, por ajo që Sizifi dhe miti i tij na mëson është që rruga është më e rëndësishme se mbritja. Dhe kush është në gjendje që të përballojë të gjithë vështirësitë e rrugës, me patjetër që një ditë do mbri, por edhe në rast se nuk mbrin, ka pasur një jetë të denjë për të shpërblyer fatin e vet të qenit në këtë jetë. Dua të them se sot ne kemi numrin më të madh të medaljeve të arta në gjithë të periudhë, që kurse kemi krijuar këtë event tradicional, dhe ajo që na kënaq më shumë është që ky numër i rritur medaljesh të arta përkon edhe me numrin e rritur të studentëve shqiptarë që arrin të hyjnë në universitetet më prestigjioze të botës, por nga ana tjetër përkon edhe me çfarë kemi marrë së fundmi nga testimet që janë bërë. Ju natyrisht jeni ajka e ajkës, por në të gjitha rastet ajka e ajkës flet për vete, por flet edhe për rritjen e cilësisë përgjithshme të produktit. Natyrisht që medalja juaj është rezultat i përpjekjes suaj personale, një përpjekje që është e përditshme edhe që është e vështirë, e tha përpara meje vajza që në mjedisin e ditëve të zakonshme dhe e njerëzve të zakonshëm, se ju nuk jeni njerëz të zakonshëm, është e vështirë të mbrosh pozicionin tënd, kur pozicioni yt është një pozicion i veçantë. Edhe të mbrosh pozicionin e një nxënësi me 10, që do të thotë e një të riu apo një vajzë të re që zgjedh të studiojë dhe ti
ta kufizoj veten nga të tjera aktivitete, nuk është as pak e lehtë. Ju e dini shumë mirë që në klasë keni shok edhe shoqe shumë të zgjuar që nuk janë sistematike dhe nuk janë disiplinuar si ju, por që gojen e kanë shpatë, edhe me siguri shpata e tyre ja u ka prekur edhe juve pas here qafën, duke përqeshur me dashamirësi ose edhe pa dashamirësi dhjetat tuaja, por juve nuk keni ndryshuar mendje dhe keni vazhduar të bëni të njëjtën gjë dhe keni vazhduar të merrni rezultatin maksimal. Por për te personale kjo diskutohet që është edhe një arritje që ku prindrit kanë rolin e tyre. E kanë rolin e tyre qoftë kur kujdesen maksimalisht për mësimet, qoftë kur kujdesen maksimalisht që juve të mos ju mungonin gjërat kryesore dhe për këtë nuk kanë kohë të merren me mësimet tuaja se duhet merren me 2 palë punë, po themi. Po e kanë meritën e tyre edhe kur për shkaqe që i dini vetëm ju dhe i di familja juaj, nuk janë gjendje të ju japin shumë çka nga gjërat që bashkëmoshtatarët tuaj i kanë. Të gjitha këto janë kushte të ndryshme, por ama nga të gjitha këto rrethana, forca juaj është që keni marrë anën e mirë. Keni marrë anën që ju çon tek suksesi, sepse një prind shumë i përkushtuar mund të bëhet shkak që fëmia thotë jo, nuk dua më se u çmenda. Apo jo. Dhe në këtë përpjekje, merita më e madhe pastaj është që me siguri juve keni arritur edhe të dominoni mbi rrjetet sociale dhe mbi tundimin e asaj pasqyrës së telefonit. Jam i sigurt që shumë prej jush mos gjithë keni një telefon, por nuk ju çon telefoni juve ku do vet, po e çon ju telefonin ku doni vet. Dhe kjo prap është forcë e madhe në këtë kohë. Dhe e fundit është sigurisht roli i atyre mësuesve që kanë qenë vendimtar për ju. Mund të jetë 1, mund të jenë 2, mund të jenë disa. Janë dhe ata pjesë e këtij rezultati dhe e këtij suksesi. Unë uroj që juve të gjitha këto t'i mbani parasysh, jo sot, se sot i keni parasysh, por t'i mbani parasysh edhe më vonë. Edhe të jeni të vetëdijshëm se në fund të ditës asgjë nga ato që arrijm nuk do të arrijej nëse nuk do të ishin disa njerëz tjerë më afër ose më larg që na e bëjnë këtë të mundur. Tani vazhdon pjesa tjetër. Edhe nuk bëhet më lehtë gjëja, bëhet më vështirë sa për informacion. Bëhet më vështirë, por në fund të ditës asgjë nuk është e vështirë nëse ëndra që ti shef me sy hapur e ka forcën që të tërheqi pas saj. Dhe në maj nuk arrin të gjithë, në maj arrin ata që arrin të mos dorëzohen gjatë gjithë vështirësive që ka rruga drejt majës. Dhe normalisht nuk dorëzohet kush është gati të paguajë çmim për ëndrrën që ka. Ëndra shohim gjithë, po ata që i realizojnë janë ata që janë gati të paguajnë çmimin. Dhe ëndra sa më e madhe, aq më të lartë e ka çmimin. Çmimin e sakrificës,
çmimin e shpenzimit të energjisë, çmimin e luftës me veten edhe me tjerët, kur tjerët bëjnë pengesë. Shumë faleminderit për atë që jeni. Okej, kjo është ceremonia e ndarjes së medaljeve të arta për nxënësit ekselent dhe fjala e kryeministit Rama. Shkojmë ndërprerje publicitare dhe rikthehemi sërish.